Investimet nga buxheti i shtetit gjatë këtij viti në infrastrukturë janë fokusuar te projektet që kanë një rëndësi strategjike. Një prej tyre është dhe korridori 8. Kryeministri Rama dhe Ministri i Infrastrukturës inspektuan punimet në rrugën e re Elbasan-Librasht, e cila do të ketë 2 tunele. Këtu nuk kemi një informacion të lehtë si ai i Llogaras, por nuk kemi as në një informacion të vështirë aq shumë sa Murizi. Mendojmë që diku nga shtatori do kemi dritë nga ana tjetër. Tani jemi ndë mbi 400 metra. Tunelet që të dyja janë 1.1 kilometër, kështu që në fund shtatori do kemi përfunduar me gërmimin, pastaj do përdorim gjithë pjesën për të bërë dorëzimin në fillim pranverës të vitit tjetër. Ndërsa kreu i qeverisë tha se pas rrugës së Arbërit, Tibranët do të lidhen më shpejt edhe me Pogradecin. Kur kalon Murrizin i kalojnë gjithë apo jo? E dëgjoni ju Tibranët, se për ju pas ka qenë kjo botë. A e dëgjoni? Mirë rruga Arbër, po tani do dilin dhe ke liqeni Pogradecit me shpejtësi të madhe. Prej një viti, autoriteti rrugor ka nisur zgjerimin e rrugës Elbasan-Qaftan, pjesë e korridorit të 8.